Ligjvënësit gjerman votuan të premten pro pezullimit të së drejtës për bashkim familjar për emigrantët që nuk përfitojnë statusin e azilantit. Votimi është pjesë e përpjekjeve të kancelarit Friedrich Merz për të ushtruar kontroll mbi emigracionin. Dhoma e ullët e parlamentit votoi me 444 vota pro dhe 135 kundër në favor të pezullimit të së drejtës që gëzonin emigrantët me mbrojtje plotësuese, një status që ju jep njerëzve që të qëndronin për shkak se ishte shumë e rrezikshme të ktheheshin në vendlindje, edhe pse nuk njiheshin zyrtarisht si refugjat. Deri në fund të muajit mars, mbi 388.000 persona në Gjermani, kryesisht sirian, mbanin statusin në fjalë. Ligji i ri pezullon kështu rregullat që hyn në fuqi në 2018 e që ju lejuan 1.000 familjarëve në muaj të bashkoheshin me emigrantët që ndodheshin në Gjermani. Deri më sot autoritetet lokale i kanë trajtuar kërkesat për bashkim familjar rast më rast, bazuar mbi aspekte humanitare dhe jo si një e drejtë automatike. Ligji nuk prek individët që u zhdon tashmë azil apo që njihen si refugjat në bazë të konventës së posaçme të Gjenevës. Ministri i Brendshëm Aleksandr Dobrindt ju tha ligjvënësve se ndryshimi do të reduktojë numrin e personave që mbërrin në Gjermani me 12.000 njësi në vit dhe do të zhbëjë fitimet e trafikantëve të qenieve njerëzore.